Kemi publikuar, mbasi kemi bërë edhe kalimin në parlament, të paketës maleve. Çdo kush që ka në zotërim një tokë dhe që e posedon si fakt, por nuk e posedon me letra, pra është toka e parëve, por nuk e ka dokumentacionin e rregullt të pronësisë, mund kthehet nga qyteti në tokën e të parëve, mund kthehet nga jashtë shtetit në tokën e të parëve, dhe mjafton të paraqisë një dokument, një vërtetim të thjeshtë nga Këshilli Bashkiak, që ai, familja e tij janë zotërues faktik, por jo pronar me letra të asaj toke, për të marrë një leje zhvillimi dhe për të investuar në ekonominë malore, agroturizëm, ferm, linjë përpunimi, qendër sportive, sporte malore e tjerë. Dhe e merë lejen e zhvillimit, e blen tokën me €1, tokën e vetë, vetëm €1 paguan simbolikisht, dhe në momentin kur ka mbaruar investimin, e hipotekon. Është toka e tij edhe me letra, pa investim. 500 aplikues të parë në këtë program, thirrja do të lançohet mbas zgjedhjeve, sepse nuk duam ta përdorim dhe të na e përdorin, dhe madje mund na quajnë krim elektoral, se kemi bërë një ligj që praktikisht e kemi zhveshur veten nga gjithçka, thjesht dhe vetëm që kur ta zhveshim bufin nga të gjitha puplat, me të gjithë puplat e tjera, të gjithë zogjve të kënetës, mos thonë që jo po se kishit këtë, jo po se kishit atë. Pra kur të hapim thirrjen, 500 sipërmarrësit e parë do të mund të përfitojnë nga kjo paketë malesh, duke paguar 0 taks, 0 TVSH për 10 vjet. Kështu që bëuni gati, përgatituni 500 parët, 0 taks, 0 TVSH për 10 vjet. Të tjerët do të kenë regjimin që kanë sot agroturizmat, që prapë është një regjim shumë i favorshëm me 5% taks, 6% TVSH.